Edhe besimtarët katolik kremtojnë sot festën e Krishtlindjes, një prej më të rëndësishmeve të besimit të tyre, ndërsa u mblodhën në mesnatë në kishën Shën Luigi Gonzaga në Vlorë për meshën tradicionale të Krishtlindjes. Krishtlindja është një nga festat më të rëndësishme të krishtërimit sipas priftit katolik Sunil Humaruro, i cili përcjell për Blu Televizion mesazhin festiv. Ne kemi kremtuar vigjilje e Krishtlindjes, kur kemi përgatitur me grazh të vogël, kur ne adhuruar Jezusin patjetër, edhe kërkuar hirin jo vetëm për muslimanëve ose persona që nuk ka fe, për të gjithë besimtarë që besojnë në Zotin. Ishte një dashmi shumë e veçantë sepse kanë ardhur nga shumë feja, do me thënë nga feja muslimanëve edhe feja bektashive, edhe ortodokse edhe katolike. Ka qenë bashkë për të adhuruar edhe për të shikuar bekimin nga Zoti. Ishte një shenjë shumë e veçantë dhe shumë e madhe nga natyre, edhe si familjar i kishës, unë vërtet kam qenë shumë e lumtur edhe shumë e gëzueshëm për këtë shenjë veçantë. Gëzuar Krishtlindje të gjithëve. Krishtlindja është moment e gëzimit vërtet, sepse Jezusi vjen për ne, Immanuel, do me thënë Jezusi me ne. Është një mesazh e paqes, mirësia dhe bekimin. Ne jemi bashkë për të kremtuar Krishtlindje, jo si një vend, por si një botë ku bledhemi për të adhuruar edhe kërkuar hirin nga Zoti, sepse Zoti na do shumë edhe vjen për ne mëkatarët. Le të gëzohemi edhe festojmë një gëzim, një zemër të hapur, edhe një mendje e bukuri që bën mirë, jo vetëm si një person, si një bashkësi ku ne jetojmë. Edhe një herë gëzuar Krishtlindje me shumë bekim, shumë mirësia, gëzuar. Krishtlindja shënon fillimin e misionit tokësor të Krishtit dhe përforcon idenë e shpresës dhe rilindjes shpirtërore. Simbolet e Krishtlindjes janë të shumta dhe të njohura: pema e Krishtlindjes, drita, tylli, grazhdi, si dhe figurat e Marisë, Jozefit dhe foshnjës Jezus. Ato përfaqësojnë dritën që mposhtë errësirën, jetën, shpresën dhe bashkimin familjar. Për shumë besimtar kjo festë është gjithashtu një kohë reflektimi, lutje dhe solidariteti me të varfrit dhe ata në nevojë, ndërkohë që mbetet një festë që bashkon njerëzit, pavarësisht dallimeve, rreth mesazhit të mirësisë dhe shpresës.